çdo herë në mëngjes, kur zgjohesh, kur përgatitesh para se me dalë jashtë, para se me shku në punë, para se me u taku me njerëz, para se me i kry punët që i ki, çdo njeri zakonisht e shikon veten në pasqyre. E shikon a duket mirë, a është vesh mirë, a është rregullu mirë, a është pastru, e ka pastru dhëmbët, a është parfymos, a është vesh, a është krye, a është rregullu në aspektin e garderobës në mënyrë të duhur. Prandaj edhe çdo njeri më shumë se një herë shikon veten në pasqyre, por se secili prej nesh është mirë ta kuptojë një realitet që është më e rëndësishme se kjo. Edhe pse kjo është me rëndësi, mirë po ka diçka që është edhe më e rëndësishme se kjo. So herë e shikon veten në pasqyre në aspektin e brendshëm, në aspektin shpirtëror, në aspektin e zemrës. Kët padyshim se është edhe më e rëndësishme me shiku besimtari. Prandaj një fjali shumë fantastike, fenomenale nga Imam Ghazaliu, i cili ka thonë, e çuditshme është çështja e njeriut, i cili përkujdeset për fytyrën e tij, që është vend shikim i njerëzve, dhe nuk përkujdeset për zemrën e tij, që është vend shikim i Allahut subhanahu wa taala. Ashtu qysh shikohet aspekti fizionomik, muslimani duhet të shikoj se a e ka pastru zemrën e tij nga sëmundjet e zemrës, a e ka pastru me istighfar, a e ka parfymos me dhikr, a e ka rregullu me namaz, a është duke ju largu mëkateve, a është duke zbatu urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, a e ka pastru zemrën nga mlefi, nga hasedi, nga zilia, nga smira, nga arroganca, nga mendjemallësia, nga vetpëlqimi, nga dashuria për këtë dunjë, nga xhelozia dhe të gjitha smundjet tjera të zemrës, dhe a e ka mbushur zemrën e tij me nënshtrueshmërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, me sinqeritet, me mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala, me dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dashuria ndaj Allahut xhelle xhelalu dhe frika ndaj Allahut xhelle xhelalu është sinonim i çka? Është sinonim i zbatimit të urdhrave të Allahut azza wa jall dhe largimit nga mëkatet, nga gjunat, nga ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mos u bë prej atyre të cilët vetëm e shikojnë veten në aspektin fizionomik në pasqyre, por se e kontrollojnë, e vëzhgojnë brendësinë e tyre, e shikojnë pasqyrën e shpirtit. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në këtë hadith shumë të bukur, që është hadith autentik i transmetuar nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Me të vërtet Allahu i lartësuar nuk shikon fizionomit dhe pasuritë tuaja, por se shikon zemrat dhe veprat tuaja. Prandaj duhet të shikojmë zemrat tona, se a janë të mbushur me mbështetjen e Allahut azza wa jall, me bindjen ndaj Allahut azza wa jall, me dashuri për Allahun xhelle xhelalu, me sidq, me vërtetësi në fenë e Allahut azza wa jall, me seriozitet, me sinqeritet, me shpresë, me frikë ndaj Allahut azza wa jall. Prandaj në fund mos u bë prej atyre të cilët e shikojnë vetëm aspektin fizionomik në pasqyre, por se prej atyre të cilët e shikojnë dhe e vëzhgojnë aspektin e brendshëm, zemrën, veprat e tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح